Veprim Nikçe e arratisur nga burgu i Dubrovës duket se ikje nga drejtësia nuk e ka për herë të parë. Gazeta Nacionale ka siguruar dosjen e plotë të aktgjykimit dhe të aktakuzës së tij, e cila zbulon se edhe pas vrasjes së rënd të kryer në korrekt të vitit 2010, Nikçe ishte arratisur jashtë Kosovë për t'u shmangur organeve të drejtësisë. Sipas dosjes, me 22 korrekt 2010, në fshatin Pavlan të Pejës, pas një konflikti që kishte nisur nga një përleshje fizike gjatë një loje futbolli, Nikçe u kthye i armatosur me Kalashnikov. Ai vrau Loan Kelmendin, duke qelluar një herë në kokë dhe plagosi rënd vëllain e tij Shpëtim Kelmendin, duke qelluar 7 herë në trup. Prokuria e cilësoi rastin si hakmarrje duke argumentuar se viktima dhe i plagosuri paraprakisht e kishin sulmuar fizikisht Nikçen. Pas kryes së krimit, ajo largua ilegalisht drejt Suedisë, ku qëndroi për gati 3 vjet. Autoritetet e Kosovës lëshuan urdhër arrest ndërkombëtar ndaj tij më 2 nëntor 2010, ndërsa ekstradimi u realizua vetëm më 9 tetor 2013. Pas kthimit në Kosovë, Nikçe ju caktua masa e paraburgimit dhe gjatë procesit gjyqësor ai e pranoi fajësinë. Para trupit gjykues, Nikçe kishte thënë se unë asnjëherë nuk kam dashur që kjo vepër të ndodhë, por ndodhi dhe më vjen shumë keq. Familjes Kelmendi i kërkoi falje për veprën penale të vrasjes së rënd, vrasjes së mbetur në tentativë dhe armbajtjes pa leje. Nikçe u dënua me 25 vjet burg nga gjykata themelore e Pejës, por më shumë se një dekadë më vonë. Emri i tij është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes. Këtë herë jo për proces gjyqësor, por për arratisje. Nikçe nuk u kthye në burgun e Dubrovës pas një pushimi të lejuar nga vuajtja e dënimit dhe tashmë është shpallur sërish në kërkim nga policia e Kosovës. Rrethonat se si u largua dhe ku ndodhet aktualisht ende mbeten të paqarta, ndërsa institucionet e sigurisë vazhdojnë kërkimin për kapjen e tij.